Përshëndetje dhe mirë se po takohemi përsëri në një epizod tjetër të podcastit Rinia. Jemi mësuar tash që bashkë të jemi për çdo javë e të ftuar të kemi mysafirë të ndryshëm, të cilët në fusha të ndryshme kanë arritur të korrin suksese të shumta e madje të jenë inspirim edhe për ne këtu, edhe për mua dhe për kolegun tim Endin me të cilin e ndajmë kënaqësinë që këtë podcast ta prezantojmë së bashku, e po ashtu edhe programe të ndryshme, projekte të ndryshme që mysafirët tani kanë realizuar, që padyshim ato suksese janë krenari dhe janë burje, po ashtu edhe inspirim për ne. Përshëndetje për ty, Endi. Përshëndetje ty, Orsa, përshëndetje dhe gjithë publikut që po na ndjekin në këto momente në televizionin Syrivizion. Shumë i lumtur që bashkë me Orsën për çdo të diele të sjellim pikërisht emrin e podcastit, të sjellim rinin, të sjellim sukseset e tyre, ëndrat e tyre dhe po ashtu planet e së ardhmes së tyre. Kemi kënaqësinë që sot bashkë me Orsën të ftojmë një tjetër fytyrë shumë talente në studion e podcastit Rinia, të cilën unë personalisht e kam njohur nga rrjetet sociale. Ajo ka publikuar disa punime të saj, ku ato punime kanë ndihmuar që në rrjetin social TikTok të ketë mbi 10.000 ndjekës. Kemi kënaqësinë që sot ta kemi talenten e dizajnit grafik Majda Dobruna. Majda, përshëndetje. Faleminderit Endi, faleminderit Orsa, faleminderit për ftesën një herë. Faleminderit ty që ke pranuar me qenë sot pjesë e jona. Faleminderit shumë. Atëherë Majda, Endi të prezantoj pak a shumë që je studente e dizajnit grafik, pra ndjek fushën e dizajnit grafik. Për Majda neve ajo që na intereson edhe për të gjithë mysafirët që vinë në studio, është fillesa kur kanë filluar që ta preferojnë këtë profesion e kështu. Majda, si ka qenë fillimi për ty sa i përket dizajnit grafik? Kur e ke ndjer momentin që po dua të vazhdoj në këtë drejtim? Unë fakt arti ka qenë pjesë e imja për kur kam qenë fëmijë. Edhe kur fillova të mirë me dizajn grafik, do me thonë fillova me eksperimentu me forma, me ngjyra, edhe e gjeta një pjesë kur munda mi shpreh veten në mënyrë unike, do me thonë, mi reflektu ndjenjat, emocionet e mia nëpërmes artit, dizajnit grafik. Majda, unë ty kom pa dhe disa punime të ndryshme, si që tash në fillim që i publikon në rrjetet sociale, a mundesh me na tregu pak si e përkufizon ti krijimtarinë? Çka do të thotë për ty me kriju projekte të reja apo punime të reja? Krijimtaria mendoj se është brenda neve, do me thënë është ajo që ne e absorbojmë prej botës jashtme, edhe mendoj se e ka secili brenda vetes. Po secilin do me thënë në fusha të ndryshme, në profesionin që e bën, e shpreh ato në formën e vet. E tash Majda, do me thonë ti ke filluar që dizajnin grafik e ke pëlqyer gjithmonë, siç tha, do të ka pëlqyer arti, ajo ka qenë pjesë e jote e pandashme. Por ti edhe në shkollë të mesme, nëse nuk gaboj, ke qenë në pjesën e dizajnit grafik, ndërsa tash je edhe në universitetet e ndjek studimet për dizajnin grafik. Majda, nëse ke arritur të vëresh diçka tash edhe pak nga shkolla e mesme dhe pak nga dizajni, cilat kanë qenë ato dallimet ose diferencat mes shkollimit të mesëm dhe shkollimit universitar sa i përket dizajnit grafik? Dizajni, do me thonë në shkollën e mesme, ka qenë diçka pak më e përgjithshme që e kemi studiu. Në universitet, me sa ku mujt me vëj deri tash se është thjesht fillimi, po është pak më specifikune dhe më e degëzuar, domethënë ajo, edhe lidhet më shumë me tregun e punës. Majda, unë si që ta dhe Orsa, në shkollë mesme ke qenë, ke ndjek këtë, si temi këtë deg, edhe po ashtu pastaj ke vazhdu edhe në universitet me ndjek, po besoj që tash e sa vite ke qenë edhe pjesë, ki pa dhe praktiken se që shkan, edhe po besoj që i kim lidh disa punime të ndryshme tua që i ke punu. A mundesh me na tregu pak për podcastin e Rinia, cili është projekti apo punimi jëtë me i preferuar që ke krijuar deri tani, edhe me na elaboru pak me fjalë çfarë do të thotë për ty? Sfund me e kom kriju, do me thonë që e kom pak më shumë për qef, është një poster i cili bazohet mbi filmin Life is Beautiful, ku shihet dashuria e prindve për fëmijën e tyre, do me thonë që mundohen me ja tregu të bukurën edhe në momente shumë të vështira. Ajo është, do me thonë, ky posteri. Sa i bukur. Ta shohim se sa bukur, sepse për ata që neve po na ndjekin në këtë momente, posteri do të dalë në televizor. Është edhe një tjetër, është një ilustrim që e kam për zemër, se është ilustrim i qytetit të Gjakovës. Po, edhe këto e kam pak Shumë bukur, shumë interesant me po edhe që interpretohet në këtë formë edhe me ngjyra të ndryshme, edhe diçka krejt më ndryshe se që jemi mësuar me po, domethënë me syrin tonë edhe realitetin, edhe mu personalisht më pëlqen shumë me po gjërat që kanë një kohje tjetër, kanë shumë ngjyra, kanë diçka të re, një frymë të re dhe një energji të re, edhe po besoj që nëpërmjet artit tonë Majda ka arrit që më së miri me shpreh këtë formë. Patjetër. Orsa, ke pyetje?
Jo endi mund të me vazhdu te, Okej, perfekt. A mund të na tregu pak Majda se çfarë ndjen kur shikon një punë të realizuar në fund, domethënë projektin që realizon në fund edhe cila është ndjesia jote? Në fakt ndihem shumë mirë, sidomos kur pritet mirë nga ana tjetër, po është edhe një farë lloj lehtësimi. Pse? Është një farë lloj lehtësimi se për shembull e ke kry atë detyrë që të ka jap, e sidomos kur pritet mirë, është një farë lloj ndjenje mirë, po edhe kur ka kritika, është një hapësirë mirë se të gjithë i pranojmë kritikat, e sidomos kur vjen për një personi që është i asaj fushë. E Majda, a ke ndonjë program që preferon që ta përdorësh pak më shumë, që të ndihmon edhe ty me pjesën e dizajnit grafik edhe me punimet të ndryshme të cilat ti vetë realizon? Unë e përdori më shumë të domethënë Adobe Illustratorin, aty domethënë munda me gjetë një farë gërshëtimi apo kombinimi të ideve edhe kreativitetit edhe imagjinatës, edhe munda me kriju sane shumë të bukura. Perfekt. Majda, unë besoj se si çdo njeri, si unë edhe si Arsa dhe shumë tjerë të rinj, ke edhe ti ndonjë idol apo ndonjë njeri që të frymëzon, sidomos në fushën e dizajnit grafik. A ke pas dhe a ke, edhe a të inspiron? Sfund më jem duke ndjek një street artist, quhet Banksy, ai bën street art, domethënë nëpër qytet, edhe jep mesazhe shumë të forta nëpërmjet artit të tij, domethënë dhe ajo pëlqejet shumë dhe vlerësohet shumë, edhe pse identiteti i tij nuk dihet. Një pyetje, një artist shqiptar? Artist shqiptar e kam, domethënë është profesoresha ime që më ka mësim në shkollë të mesme, që e përshëndes, Violeta Hoxha. Viki, e njohur si Viki. Që njohur si Viki, ata domethënë e kam shumë për zemër dhe e përshëndes. E përshëndesim edhe ne. Por edhe shumë kënaqësi më po që nxënësit edhe studentët tash kanë edhe mirënjohje dhe respekt për profesorët, të cilët ju kanë dhënë ndoshta edhe hapat e para dhe fillesat e para. E Majda, kur jemi tek pjesa e frymëzimit, që të pyeti ty Endi, tash nëse kalojmë pak nga idetë, nga frymëzimi për ide të reja, nga frymëzimi për krijimtari të re, a ke ti ndonjë ritual që ndjek apo thjesht vetë frymëzosh dhe vetë të vinë idetë? Mendoj që vjen thjesht nga vetë rutina e ditës, domethënë, si del takon njerëz, domethënë, që të frymëzojmë energjia njerëzve që e merr, ose qoftë një muzikë e mirë që dëgjon ato këtë mblidhen bashkë dhe mund të më dalë diçka e bukur në fund ditës, nëse kem. Majda, mundesh me na tregu pak se në çfarë drejtimi do doje ti të specializohesh, për shembull animacione, branding? Besoj që kisha anu më shumë ka ona e branding, se më pëlqen me kriju identitet vizual për një kompani, një korporat apo një biznes madh. Po. E tash Majda, duke qenë se ti dëshiron që të specializohesh për branding, edhe kjo mund të jetë kontakti me njerëz është normalisht gjithmonë i përfshirë në pjesën e profesionit tënd. Tash persona të ndryshme, ata që kërkojnë që ti t'ju krijosh dizajne të ndryshme, qoftë për bizneset të tyre ose për postera të ndryshëm, ata normalisht që duan që ta shohin punën tënde dhe ta pëlqejnë punën tënde. Por si ndjesh ti kur një person e pëlqen punën tënde ose atë çka ti e ke kriju së fundmi? Në fakt ndihem shumë mirë, normal gjithë i kemi qef lavdatat, po edhe kjo pjesa që thashtë edhe parë se kritikave më pëlqen. Kam qef që dikush me ma jap një kritik, jo vetëm me më thonë, okej, mirë, po. Ki qef pak me tregu ma realisht, ndoshta mendimin e drejt. A mundesh me na tregu, Majda, se çfarë roli ka arti në jetën tënde të përditshme? Ti tashmë sa vite merresh me këtë fushë, me këtë deg, çfarë roli ka kjo deg për ty? Është pjesë e përditshmërisë tane, për momentet që qonë dhe momentin kur flej, domethënë edhe më ka ndihmuar shumë që me pa botën me një sy tjetër, domethënë. Majda, a ke ti ndonjë projekt të ëndrave ose diçka që ti ke shumë dëshirë që me realizu, qoftë tash në të ardhmen e afërt ose ndoshta pas disa vitesh? E shoh, domethënë kjo është kërkon punë për kushtim të madh, domethënë edhe kalojnë disa etapa për me mbërrit deri aty, po kam dëshirë shumë që me punu me klient ndërkombëtar edhe me pas një studion teme ku muna me mu qas me ta. Normalisht edhe shpresojmë edhe e dim që më ta dyshim edhe të urojmë shumë suksese në këto hapa, sepse duke po edhe Endi më ka tregu shumë a shumë për punën tënde që e ki bo, edhe Endi ka po domethënë prej rrjeteve sociale, punimet të ndryshme që e ki bo dhe normalisht që kur një punim i ndryshëm promovohet qoftë në rrjete sociale, sepse tash e dim që digitalizmi e luan një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në përditshmërinë tonë, edhe shohim që impakti i digitalizmit në punën edhe në tregun e punës është jashtëzakonisht i madh, edhe ne shpresojmë që
dyshim që të gjitha këto postimet të tua që ti i bën edhe emri jot të lartësohet edhe më tej dhe të kesh shumë klientë ndërkombëtar. Të shohim lart më lart, pse jo. Patjetër, kjo është dëshira jonë dhe ky është edhe vetë qëllimi i këtij emisioni që të promovojmë sa më shumë rini, të promovojmë sa më shumë talent, punën e tyre dhe atë çka ata bëjnë në përditshmërinë e tyre. Majda, unë po besoj që ti je shumë angazhuar tash edhe në Prishtinë, ke shku me ndjek këtë degë në universitet saktësisht, po më intereson me ditë se si e menaxhon kohën. Ti je pjesë e universitetit të kësaj degë, po ashtu besoj që edhe jashtë universitetit e praktikon këtë punë, bën punime të ndryshme, si e menaxhon kohën, si ja del. Se e di që kom dëgju shumë të rinj që merren me këtë degë që thonë një projekt merr kohë shumë, merr kohë disa orë. Po. Do më thonë është shumë sfiduese, po deri me tani jam të menaxhu kohën shumë mirë, edhe po ndaj do më thonë kohën edhe për universitet, edhe kur po kthehem për kam kohë mirë punë. Deri tani është shumë okay. Shpresoj që vazhdon kështu. Majda, ç'po do këtë jeta në Prishtinë? Jeta është shumë e mirë, jam të taku njerëz të mrekullueshëm do më thonë, pindojmë eksperiencat, ato të vetat, unë të mia edhe shumë mirë deri të tash. Tash po bona si tipik shqiptar më mirë në Gjakova në Prishtinë. Normal se me Gjakov nuk zëvendësohet. Dhe Parisin me ma falë, me Gjakovën nuk e ndroj. Majda, ti do më thonë tash puna jote është dizajni grafik edhe gjithë çka rreth teje sillet rreth artit, rreth dizajnit grafik edhe po mendoj që ke pas kërkesa të ndryshme nga persona të shumt për me realizu dizajne të ndryshme. Cila është ndoshta ndonjë kërkesë që ti e ke pas, ndonjë kërkesë më specifike nga persona të ndryshëm, a ke pasur deri më tash për ta realizuar një dizajn të ndryshëm sipas preferencave të tyre? Po, patjetër që kom pas, edhe sidomos vijnë prej familjarëve apo shoqënisë, edhe më shkojnë për shembull e di që po merresh me këtë, edhe është një ndjesi e mirë kur ata më besojnë punën mu, edhe ndihem mirë, edhe pse mund më konë rrethi i ngushtë, është prap një ndjesi shumë e mirë. Majda, mu po më intereson me ditë se çfarë të frymëzon. A të frymëzon muzika ndoshta, natyra, ekrani apo çka? Mendoj më shumë pjesa e njerëzve dhe karaktereve të ndryshme të njerëzve që po i takoj, energjia që ata po ta japin, ajo po grëmbullohet edhe po do më thonë mënyra se si ata e shohin bukurën, po më bën shumë përshtypje do më thonë. Mandej edhe inspirohesh prej tyre, po besoj edhe krijon një. Është edhe pjesa e muzikës do më thonë, diçka të mirë që ngon apo një artist që dëgjon do më thonë ajo të metet edhe mundet me të reflektuar në punën që të e bën. Shumë mirë. E Majda, duke qenë se tashmë ti je ndoshta në fillimet e studimeve në universitet, por ti ke qenë edhe në shkollë të mesme në fushën e dizajnit grafik. Edhe po mendoj që ndoshta ke pasur edhe disa sfida në të cilat ti ke hasur gjatë këtij rrugtimi ose disa gabime të cilat ti ndoshta pa dashje i ke bërë. A ke ti ndonjë gabim ndoshta që dëshiron që edhe shikuesve që po na ndjekin talentove të rinj, t'ju tregosh që mos ta përsërisin atë çka ti e ke bërë? Besoj që përgjigjja kësaj është vetë gabimi që i bojmë, edhe kisha dashur më thonë trive që do më thonë edhe unë gaboj ende do më thonë edhe është pjesë e jonë, është pjesë e jonë, edhe kisha dashur më thonë që le të vazhdojnë me kriju mes mu dëshpëru ndoshta më një herë. Po nëse nuk e marrin atë komentin që e kam prej, do më thonë me vazhdu me kriju, se gabimi është pjesë e rrugtimit. Normal, pjesë e çdo rrugtimi, edhe unë edhe Arsa kemi gabu. Të gjithë kemi gabu shumë. Askush nuk është perfekt. Majda, mundesh më tregu ekskluzivisht për podcastin e Nia, cila është marka e njohur ndoshta botërore që ti kishe pas qejf me ja realizu një dizajn grafik? Besoj edhe që di që nuk është e mundshme ndonjëherë, po kisha dashur me eksperimentu me logon e Coca-Colës, me provu diçka një stil më minimalist, domethënë. A ke provu ndoshta ke bën ndonjë punim kështu për këtë markë? Po e kam provu, po nuk është se e kam postuar ose diçka. Domethënë vetëm kam si skicë. Po nuk i diha ndoshta në ardhmen se jo. Majda, tash dizajni grafik normalisht që përfshin edhe ngjyra të shumta, që duhet i përfshish në art, sepse është arti vizual, është diçka që njerëzit dëshirojnë ta shohin, përfshin shumë ngjyra. Por ti duke qenë se je artiste e kësaj fushë, cilat janë ndoshta ato ngjyra që ti i preferon më shumë ose ngjyrat që ty të personifikojnë? Unë mendoj që ngjyra e kaltërt e hapur, domethënë ngjyra kaltër qiell, më karakterizon më shumë si person dhe si karakter. Pse? E shumë më shumë domethënë butësinë, qeltërsinë dhe ato që më karakterizon mua domethënë. Te ngjyra e kaltërt. Perfekt. Majda, a mundesh më ta tregua preferon më shumë dizajnet minimaliste apo plot ngjyra të ndryshme?
Si që thashë edhe më herë, dhe më thonë minimalizmin, dhe më thonë kohëve të fundit, po asha që po anoj më shumë ka minimalisti, edhe pse kom provu stilet të ndryshme, ajo po më pëlqen më shumë se ideet po shfaqen dhe më thonë më qartë përmes dizajnit minimalist. Po. Majda, po kalojmë tash edhe te planet për të ardhmen. Cili është në fakt plani jot për të ardhmen tënde sa i përket fushës së dizajnit grafik? A ke menduar diçka me mendjen tënde se çfarë dëshiron që të bësh në të ardhmen? Dhe me thonë ata që e shohin si kulmin e karrierës, e shoh veten time me një studio gjigande të dizajnit grafik, shpresoj që të bëhet realitet, dhe duke punuar me kompani të mëdha, domethënë. Shpresojmë edhe ne që të shohim dhe pastaj të thojmë që kemi pas pasur në mision edhe. Fol, fiks. Majda, mu po më intereson me ditë atë ndodh ndonjëherë në rrugë me pa ndonjë dizajn grafik ndoshta në mur në ndonjë lokal edhe me e rregullu me mendje, me thonë që nuk ka në rregull, po kisha bërë çështë ndryshe. Domethënë ato mesin vetëm mendimet e mia, po kisha dashur të ndërlidh bashkë me zgjedhjet që kanë ndodhur kohëve të fundit, diçka që më kam pengu, ka qenë domethënë që e kam vendosur vetëm një foto, një politikanit, edhe votëm numër kaq. Më ka pengu se për shembull unë domethënë e kisha qit arsyen apo një slogan pse kisha duket shumë e thjeshtë ndoshta. Ma shumë njerëz ka nevojë për arsye edhe mi bind ata pse kishte dashur të mi votu. Jo thjesht një numër edhe është pak e dhunshme, domethënë një numër votëm edhe. Po da, ndoshta interesant, fiks, me pas në foto dhe me ditë njerëz, ndoshta pse me votu. Po ndërlidhem këtu me këtë që tha Majda politik, se Po tash varet edhe për dizajneve të ndryshme, po shumë interesant me pas, sepse me syrin e artistit, ndoshta gjithçka është shumë ndryshe. Personalisht po ta kisha po, domethënë vetë që kisha po isha ndalë dhe kisha kalu. Po tash Majda që është fushës së dizajnit grafik, ndalet edhe shikon ndoshta çyshe kish menduar që do të perceptohej më mirë edhe nga njerëzit që e shohin. Sa unë po du m'ja bo dhe një pyetje, jam shumë interesuar me ditë Majda, unë dëgjoj shumë parëgjykime, kur bëhet fjalë për botën e artit në Kosovë, sidomos edhe të dizajnin grafik. Shumë thonë leje si profesion sekondar, se nuk sjell ndoshta shumë të ardhura. Pse është ky parëgjykim, sipas teje? Dhe është e vërtet? Unë nuk mendoj që është e vërtet. Do me thonë kjo mund të më zhvillu si profesion real që mund është një pas full time. Do me thonë, po këtu të na e shohin si diçka që mund një bo dhe vetë, nuk ju merr mendja. Do me thonë edhe shohin pak si zanat ose diçka që nuk vlerësohet. Patjetër du të pas edhe një profesion ashta primar. Majda, edhe për fund, para se të kalojmë edhe të një rubrik tjetër që ne e kemi përgatit, një rubrik me pyetje pak më ndryshe, diçka pak më rrëgëtuese. A e keti ndonjë mesazh që ndoshta dëshiron që t'ju t'rregosh edhe atyre që po na ndjekin, bashkëmoshatarëve tanë dhe rinis që dëshiron që ta zgjedhin në fushën e dizajnit grafik për ta studiuar, një mesazh ose një këshill? Kisha dashur të thonë të gjithë atyre që e zgjedhin këtë drejtim, krijoni sa më shumë, krijoni punime se bota ka nevojë për mi pa krijimin e juaj. Disa thonë që për shembull ka shumë dizajnera, po kur nuk i dihet se kërkush nuk e ka pa versionin e juaj, se si ju e shihni botën. E tash tu ndërlidh çdo Majda, cili ka qenë ndoshta momenti më i lumtur deri tash. Po besoj që ki pas ftesa edhe për bizniseve të ndryshme, lokaleve të ndryshme me i dizajnu disa logo të tyre, po besoj që edhe ke qenë shumë e lumtur që ndoshta ke kriju një art për ta. Po, do me thonë, kur dikush të shkon, a kështë mujtë ma bo, është një farë ndjenje e mirë, ndjenje knatësie, do me thonë, po ka qenë edhe një moment i lumtur kur jam pranua dhe do me thonë në drejtimin e dizajnit grafik në Prishtinë, në universitet, sepse ka qenë konkurenca madhe dhe nuk e kam menduar se kam shansë më pranu. E Majda, edhe unë, edhe me një pyetje tjetër po ndërlidhem për asë me kalu të loja. Tash, endi të pyetje në aspektin pozitiv, por unë edhe pse ti ndoshta je shumë e re dhe sapo i ke filluar studimet në fushën e dizajnit grafik, por a ke pasur ndonjë moment ndoshta që ke hasur vështirësi kur ke qenë duke e punuar një punim ose nuk të ka pëlqyer, edhe ke thënë unë nuk mundem të vazhdoj edhe ke dashur të heqësh dorë? Me heqë dorë nuk e besoj, po i kom jap vetit kohë edhe e kom lënë atë punim, kom thonë okej, nashta që nuk është i duhuri, ose kanë kalu disa ditë, e kom vazhdu prapë, dhe më thonë edhe ka mujtë me dalë diçka shumë a bukur. Dhe më thonë që ke pas momente të tilla. Po, normal. Si çdo njeri. Majda, unë edhe Arsa kemi përgatit edhe një lojë për ty.
Është një lojë krejt ndryshe, është loja pikërisht loja e kam bërë se kam bërë. Ne do të bëjmë pyetje dhe ti do përgjigjesh nëse e ke bërë ose nuk e ke bërë. Ose sa mundesh më vazhdo. Okej, domethënë unë pja filloj me pyetjen e parë. Kam qëndruar zgjuar deri në mëngjes për të mbaruar një projekt dizajni. E kam bërë. Kam harruar të ruaj projektin dhe e kam humbur krejt. E kam bërë. Tani e kundërta, kam bërë një projekt për disa orë, por nuk më ka dukur mirë dhe e kam fshirë komplet. E kam bërë. Kam përdorur Canvan, është një aplikacion për të gjithë shikuesit që nuk e dinë për ndonjë projekt serioz, që duket se s'duhet përdorur për projekte serioze. E kam bërë domethënë, po në fillimet e mia ato e kam bërë. Tash nuk e bën më. Tash jo, domethënë nuk e përdor. Okej. Kam kopjuar ose kam marrë diçka nga Pinterest si frymëzim, dhe Pinterest është një lloj aplikacioni për ata që ndoshta nuk e dinë, ku mund të inspirohesh për gjëra të ndryshme, por Majda në fushën e dizajnit grafik. Ke marrë diçka nga Pinteresti si frymëzim? Normal që domethënë ka shumë website ku mund me të frymëzu, edhe aty kam gjetë frymëzim, por nuk e kam marrë direkt, nuk kam bërë copy-paste. Modifikime. Po kam marrë një ide apo një inspirim. Pikërisht e inspiruar, pra. Majda, po ashtu një tjetër pyetje është që kam bërë një dizajn për ndonjë klient, por që mua nuk më ka pëlqyer, por ai ndoshta ka adhuruar. Ka ndodhur, më thonë, e kam bërë edhe këta, se për mua për shembull, kam thonë fiks që nuk mund të pëlqej shumë. E bashkë domethënë ajo ka qellu edhe ka thonë wow, sa bukur ose diçka, domethënë kështu. E Majda, ka marrë një kritik të fortë për një punë, por më ka ndihmuar të përmirësohem. Edhe këta e kam bërë domethënë, më kanë jap kritik edhe kam mujt më ndru komplet punimin, por ka dalë shumë më mirë, domethënë. Shumë bukur. Kam bërë dizajn në telefon kur nuk kisha kompjuter offer. E kam bërë edhe për një kohë, domethënë në fillimet e mia, por pastaj kur morë laptopin, po ta mundësi ma shumë. Tash ai kishte bua pet kit. Po më është më vështirë. Është normal, është shumë tepër më vështirë, domethënë se nuk i ki ato njëjtat veglat punës që mundesh mi pasën me një laptop. Po në një kompjuter fiks. Majda, e kam bërë një logo që është dukur mirë, po s'ka pasur asnjë kuptim. Se kam bërë, domethënë se shumica e kanë një qëllim apo një mesazh që dojnë mi përçu, domethënë. Deri me tash jo. Kam marrë frymëzim ose jam inspiruar nga një ëndër e imja. Po, e kam bërë domethënë. Cila ka qenë ajo? Na elaboro pak. Shumica punimeve domethënë një reflektim i ëndrrës time. Ëndra për dizajn. Po ndoshta një ide lëm pak më private, sepse mund të jenë ëndra të cilat nuk mund të ndohen, po. Majda, më ka ndihmuar që muzika që të jem më krijuese. E ke ndjerë që muzika të ka ndihmuar të jesh më krijuese? Po, domethënë muzika është pjesë e përditshmërisë time, domethënë nuk mund të më shku diku pas muzikë me vete, domethënë edhe pjesa që e kam çdo kund, çdo vend ku të shkoj. Kam pasur një ide perfekte, nuk e kam shënuar dhe e kam harruar fare. E kam bërë, domethënë edhe kjo ka ndodhur. Edhe ndodh çfarë? Po, fiks, domethënë e ken mendje, po nuk e shkruan apo nuk e marrën shënim edhe pastaj thu e harru. Ç'ka ajo ideja që po. Kam filluar një projekt pa asnjë ide, atë ka ndodhur të fillosh ndonjë projekt pa asnjë ide, por që përfundimi të jetë super i mirë. Po shumë shpesh ka ndodhur domethënë me marr laptopin edhe mes me pas një ide, me kalu orë tu kërku për inspirim, por në fundit ka mujt me dalë diçka shumë e bukur që vet nuk e kam prit që mund të dalë as mirë. Ka dalë nga pritshmëria domethënë. Po. Majda, kam përdorur AI apo inteligjencën artificiale për ndonjë ide? E kam përdor edhe përdori çdo ditë, edhe mendoj se gjithë të rinjt që mundohen me kriju duan i përdor se nuk mund mi injoru si diçka që të ndodh, so diçka shumë reale dhe aktuale, por nuk duhet mi leju që ajo me qenë pjesë e krijimeve tona, domethënë. Po me bashkëpunu me ta, me t'jap ide nuk është kurrë e gabuar. Po jo mi lënë më kon pjesë e komplet punimit. Shumë pëlqej pjesa që e tha Majda, sepse tash me zhvillimin e teknologjisë dhe me
të inteligjencës artificiale, pra AI, të gjithë jemi të prirur që kur e bëjmë një kërkesë ndaj inteligjencës artificiale, të njëjtën vetëm ta marrim edhe ta kopjojmë, pa e modifikuar ose ndoshta thjesht vetëm pa u inspiruar për disa pjesë të vogla. Edhe kur tha Majda që domethënë e përdorim, por që vetëm me qenë si bashkëpunim dhe jo si pjesë që është komplet e inteligjencës artificiale, është diçka shumë e mirë dhe krijon edhe shumë siguri dhe është shumë e mirë për syrin edhe për vetë ndjesinë e artistit, sepse din që e ka krijuar vetë dhe domethënë nuk është që ka faktorë të tjerë ose e ka marrë komplet prej diku tjetër. Dhe Majda, për fund, kam krijuar një projekt disa herë. E ke bërë apo s'e ke bërë? E kam bërë, domethënë e kam kriju. Nuk më ka pëlqyer, e kam kriju edhe një herë, e kam krijuar disa herë, domethënë derisa kam arrit ata që më ka pëlqyer. Kryesorja ka arritur në fund. Po, në fund po. Perfekte. Shumë mirë ishin pra këto pyetjat e lojës. E kam bërë, s'e kam bërë. Majda, ne të pyetëm për shumë çka, për dëshirën tënde, për pasionin tënde dhe shpresojmë që edhe në të ardhmen kur të korrësh edhe më shumë suksese, ndoshta edhe ftesa nga bizneset të shumta, edhe pse jo edhe nga Coca-Cola, pse jo. Po, ne të ftojmë përsëri, të kemi përsëri në studion tonë dhe pse jo ndoshta t'ju tregojmë edhe shikuesve që gjithçka nis nga një pasion dhe nga një dëshirë që ne kemi. Faleminderit edhe juve dhe juve uroj shumë suksese. Faleminderit shumë Majda që ke pranuar sot të jesh pjesë e jona e që i tha gjitha nga oja deri në zë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ty ende, faleminderit edhe shikuesve. Ty Arsa dhe faleminderit gjithë shikuesve që na kanë ndjekur deri në këto momente në televizionin Studio Vision. Ne ju lëm takim më Arsën për javën tjetër me një tjetër të ftuar shumë interesant. Patjetër, siç e tha Endi, takohemi javën tjetër. Mirëmbëjtje të dashur shikues.